Pas protestës së organizuar nga organizata e veteranëve të luftëtarëve të UÇK-s në Tiranë pas ditën e sotme, ka shpërthyer ashpër në akuzën ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Gjatë një prononcimi për mediat, Haradinaj tha se Albin Kurti po krijon përçarje mes shqiptarëve. Mateja i tha se Kurti diçka të tillë e bën për karrierë dhe për tituj, pasi sipas tij nuk është koha dhe momenti i dur për ta bërë përçarje. Ndërsa vlerësoi edhe kontributin e kryeministrit Edi Rama për Kosovën, teksa tha se ai ka bërë shumë për kosovarët. E kam debatin me atë njeri që vuan për karrierë dhe për tituj, që në fakt është një egoist në vetvete, sepse nuk ishte as momenti dhe as koha e dur që ai njeri të krijojë përçarje. Edi Rama ka treguar se ka bërë 100 herë më shumë për kosovarët. Edi Rama e ka në kushtetutë që t'i mbrojë shqiptarët, ndërsa Albin Kurti, ai mi i vogël, as detyrimin si qytetar nuk e kryen sot në ditën e protestave, ka arshim mundit dhe vuajtjeve që kanë bërë qytetarët për të mbërritur ai në fronin që gëzon sot, tha Haradinaj. Ndërsa po ashtu ai bëri thirrje protestuesve në Tiranë që të jenë unik, sipas tij shqiptarët vetëm të bashkuar mund t'ia ndalin në botë. Qytetarët të jenë sa më unik dhe mos bien pre atyre që kërkojnë vetëm përçarje. Qytetarët duhet të kenë vetëm një moto, liria ka emër, e cila është moto dhe synimi që i bën krenar të gjithë shqiptarët, se kemi njerëz që rrin padrejtisht në Hag, që po ju shkelen të drejtat e njerëzit, mbështesim çdo protestë dhe të jemi bashkë, se duke qenë bashkë shqiptarët mund t'ia dalin anë mban botës. Po ashtu në fund, ai tha se shqiptarët janë bërë më unik. Shqiptarët ditas janë më unik dhe po i kuptojnë politikat e mbrapshta që duan të na prishin me faktorin ndërkombëtar, tha Haradinaj. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti e ka thumbuar kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama lidhur me protestën e thirrur për të mbajtur ditën e nesërme në Tiranë për lirimin e liderëve të UÇK-s, të cilën bëhen në paraburgimin e Hagës. Kurti shprehet se lëvizja vetëvendosje qëndron krah qytetarëve të cilët protestojnë dhe kërkojnë drejtësi për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por thekson se ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale, dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Albin Kurti në postimin e bërë në faqen zyrtare të lëvizjes vetëvendosje thekson rolin e kryeministrit Edi Rama, duke shtuar se kreu i qeverisë shqiptare ka shkuar në Kosovë në një vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Ndaj shton Kurti, ai duhet të tregojë pendes lidhur me qëndrimet sipas tij të gabuara që kanë mbajtur në të kaluarën. Për ecjen tonë të sinqertë përpara, si shtet e si kom, duhet me patjetër të reflektojmë mbi qëndrimet tona karshi kësaj gjykate në kohën kur u themelua. Reflektimi nuk është gabim, por në këtë drejtim shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale, dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj, shkruhet në postim, duke shtuar se para se të protestojnë këta aktorë dhe politikanë, duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Një shembull i qartë është vetë kryeministri aktual i Shqipërisë, Edi Rama, i cili madje kishte ardhur në Kosovë në vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët këtu që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Lëvizja vetëvendosje nënvizon se qëndron në krah të gjithë qytetarëve që protestojnë e kërkojnë drejtësi për ish-krerët e UÇK-s në Tiranë. Qëndrimi ynë për gjykatën speciale mbetet i pandryshuar, thonë ata. Kujtojmë se gjykata speciale nuk erdhi vetvetiu, por nisi që në vitin 2008 nga një rezolutë e propozuar në Këshillin e Europës nga kryesuesi i deputetëve të Federatës Ruse në Asamblen Parlamentare të KS, Konstantin Kosaçev, por që u miratua si rezolutë me propozim të senatorit Dick Marty në vitin 2011. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e drejtë dhe e domosdoshme. Në anën tjetër, pretendimi i prokurorisë se brenda UÇK-s ka ekzistuar një grup kriminal është i pasakt dhe i padrejtë. UÇK-ja nuk ka qenë ndërmarrje kriminale dhe nuk ka pasur struktura të tilla. Përkundrazi, për krimet e luftës duhet të gjykohet Serbia, ajo është shkaktarja e gjenocidit dhe krimeve masive e sistematike ndaj popullit të Kosovës. Mirëpo për ecjen tonë të sinqertë përpara si shtete si kom, duhet me patjetër të reflektojmë mbi qëndrimet tona karshi kësaj gjykate në kohën kur u themelua. Reflektimi nuk është gabim, por në këtë drejtim shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale, dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Para se të protestojnë, këta aktorë dhe politikanë duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Lëvizja vetëvendosje si atëherë më 2015 dhe si sot më 2025 është e palëkundur se drejtësia duhet të ndriçojë të vërtetën dhe e vërteta nuk ka se të jetë ndryshe, verse në anën e luftës dhe përpjekjes së pajepur të popullit të Kosovës për çliri me pavarësi sikur popujt e tjerë. Në anën tjetër, institucionet e Shqipërisë, si shtet antar i OKB-s, i Këshillit të Evropës, i OSBE-s dhe NATO-s, shumë pranë Bashkimit Evropian,
Kam përgjegjësinë dhe mundësinë që këtë çështje ta ngrejnë në këto forume ndërkombëtare, aty ku flitet e vendoset për drejtësi, e jo në sheshin Skënderbej në Tiranë. Po ashtu shtetet mike të Kosovës që tashmë gëzojnë antarësi në këto organizata, duhet të bëjnë shumë më tepër për ta mbrojtur të vërtetën e luftës sonë dhe për të çuar përpara drejtësinë, njëjtë siç duhet bërë më shumë në këto forume për njohjen e gjenocidit dhe gjykimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës që Serbia i ka kryer në Kosovë e në mbar Ballkanin, shkruan vetëvendosje. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas një statusi të lëvizjes vetëvendosje, e cila e ka cilësuar kreun e qeverisë shqiptare si një prej mbështetësve dhe lobistëve kryesor për krijimin e gjykatës speciale në Hag. Rama shkruan se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje më pas ka kushtuar një çarçaf të gjatë, ku shkruan se përpara 10 vjetësh unë pas kam qenë pro, kurse ajo pas ka qenë kundër gjykatës speciale. Ndërkohë unë e kam denoncuar farsën ndaj Hashim Thaçit e të tjerëve, kurdo e kudo ka qenë rasti, a nevoja, ndërsa lëvizja dihet se sa ka lëvizur në atë drejtim, por unë s'jam në asnjë lloj gare me lëvizjen dhe më vjen keq që lëvizja i ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa përqendrimet e para 10 viteve, kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizjes se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Dhe e fundit, unë as nuk jam organizator e as nuk jam folës i protestës gjithkombëtare drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër, e do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjesht nëse nuk do t'i isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose jo i asaj nisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj, shkruan Edi Rama në rrjetet sociale.